Faleminderit për fjalën. Dua të rikthehem te kjo, ka një pikë për transferimin e aseteve të sistemit kanalizimit të ujrave të bardhë të Bashkia Vlorë. Tani, ne jemi administrata është e detyruar të na sjellë harta. Ku janë këto, cilat janë këto kanale? Në qoftë se ju nuk e dini, po ja u them unë. Këto kanale derdhen gjitha në det. Por në të vërtetë nuk janë ujra të bardha, janë ujra të zeza. Te këto kanale ne kemi denoncuar gjithmonë të ndryshme që derdhen ka ujrat e zeza dhe derdhen në det te Marina deri te Rapi, po themi. Ne si qytet turistik ofrojmë plazhin, ujin. Dhe kur e ofrojmë atë të pistë, nuk si mund t'i themi turistave të kemi një ofertë turistike, kur themi atij I love Vlora, në të vërtetë ne ujin e detit e kemi të ndotur. Domethënë kjo është pika ime kryesore që ne duhet t'i evidentojmë, nuk duhet t'i kalojmë sipër këtyre gjërave. Dhe duhet të kishte një njeri këtu nga Usjellsi që të na shpjegonte cilat janë këto kanale, edhe ç'a është bërë, domethënë dje u bë para 3-4 muaj u bë përmbytja dhe prap asnjë mas nuk u bë për pastrimin e kanaleve. Ato u haruan. Qëndrojnë ashtu dhe derdhen në det me ujra të zeza. Nuk e di ç'a duhet të na bëjmë më shumë përshtypje ne për një qytet turistik.